Memorandumi i bashkëpunimit është vetëm një hap i konsolidimit dhe strukturimit të bashkëpunimit vazhdueshëm që ne kemi pas në mes të tri institucioneve tona. Besoj që është një shembull i mirë dhe jashtëzakonshëm se si vendet që jetojnë në një rajon mund me bashkëpunu mirëfillt mes vete dhe në interes të qytetarëve të vendeve respektive. Mbrojtja e drejtave të njerëzit varian dhe shpeshherë sfidohet në situata krizash dhe në situata jo të lehta në për të cilat po kalon krejt globi, krejt bota dhe krejt shoqëritë demokratike. Konfliktet e vazhdueshme, pastaj krizat e ndryshme, ato shëndetësore, ekonomike, financiare, besa dhe energjetike kohëve të fundit, sikur e kanë zhvendosur vëmendjen e shteteve nga prioritetet që kanë. Të drejtat e njerëzit janë zhvendosur në prioritet dhe sot bota, shtetet po mendojnë më shumë për aspektet e sigurisë dhe aspektet e pavarësisë energjetike ose sigurimit të kapaciteteve energjetike që janë bërë burime tepër të rëndësishme. Megjithatë është detyrë dhe është përgjegjësia jona si avokati popullit të vendeve respektive, që vendeve tona me ju tërheq vëmendjen dhe me ju tregu dhe me ju rikujtu dhe me ja vendos në qendër të angazhimit tyre interesin për njeriun. Shkëmbimi i përvojave është njëna prej çështjeve të para, sepse besoj është shumë e rëndësishme. Shkëmbimi i përvojave tregon ku është rajoni, jo vetëm ku është vendi respektiv, edhe mundson me qenë shumë më efikas në marrjen e veprimeve konkrete në adresimin e çështjeve që janë prioritet dhe interes për drejtat e njerëzit. Në anën tjetër, bashkëpunimi në ofrimin e shërbimeve të mira. Shërbimet e mira nënkuptojnë kur ne institucionet të vendeve respektive ofrojmë shërbime për njëri tjetrin, në situata ku qytetarët të shteteve tona ndodhen në shtetet përkatëse. Ta zonë, nëse një qytetar i Republikës Kosovës ka nevojë për një shërbim në Kosovë dhe nuk arrin me realizua, atëherë avokati i popullit mund me kërku prej nesh me ndërhyrë këtë çështje, e njëjta ndodh mes tri shteteve. U fokusum shumë tek çështjet ndërkufitare, problemi me dokumente dhe problemi me të drejtat civile, marrëveshja parasheh edhe krijimin e mekanizmave të përbashkët të mbikëqyrjes dhe monitorimit të zbatimit të marrëveshjeve shtetërore dhe respektimin e drejtave të njerëzit. Ofrimi e shërbimeve shëndetësore doli si një prej çështjeve që duhet me pas në fokusin tonë dhe vëmendjen tonë në të ardhmen. Dhe çështje tjera. Qeveritë tona po bashkëpunojnë me njëra tjetrën, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, por qytetarët nuk i gëzojnë të drejtat në letër, i gëzojnë të drejtat në praktik, dhe këtu është detyra jonë për të monitoruar që ato që nënshkruhen në letër të kthehen në praktik, dhe distanca mes të drejtave në letër, që janë në kushtetut apo në legjislacion, dhe të drejtave të gëzuara në përballjen e qytetarit me institucionin, kjo distancë jetë sa më e vogël, kjo është detyra jonë. Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer ndërpersonal me njëri tjetrin. Më vjen mirë që po e institucionalizojmë këtë bashkëpunim, i cili në fund të ditës ka një përfitues direkt dhe është qytetari shqiptar. Qytetari i Shqipërisë, qytetari i Kosovës, qytetari i Maqedonisë së Veriut, qytetarët e vendeve tona, të cilët në fakt nuk duhet ta ndjejnë kur kalojnë kufirin. Ne të tre shtetet tona synojnë të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk ka asnjë arsye që të na kufizojë që ne të intensifikojmë bashkëpunimin me njëri tjetrin në mënyrë që pavarësisht se ku përballet qytetari, qoftë qytetari i Kosovës kur vjen në pushime në Shqipëri, qoftë qytetari i Shqipërisë kur vjen në Kosovë për të marrë një shërbim shëndetësor, ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin që ata të mos ta ndjejnë këtë kufirin ligjor, por të ndjenë që të drejtat e tyre garantohen në kohë reale. Është një vazhdimsi e marrëveshjeve paraprake të nënshkruara nga ana e institucioneve tona dhe një vazhdimsi e miqësisë tonë dhe bashkëpunimit të cilin e kemi dhe të cilin me këto marrëveshje dhe këto memorandume synojmë që edhe më tepër edhe më ta thellojmë dhe ta avancojmë. Ky memorandum bashkëpunimi mendoj se është një bazë e shkëlqyer për
në të cilin mund të kyqen edhe shtetet tjera respektive të rajonit, që të mund të krijohet një rrjet edhe më i gjerë i institucioneve të ombudsmanëve të rajonit, të cilët, siç e dini, si detyrë kryesore e kanë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, të drejta të cilat nuk njohin kufi dhe nuk duhet të njohin kufi.